Ma mjeshtër në kjo se une, kjo e bon rakin. E jem të bot të mirë rakin, jem të pëlqyme shterit. Por kemi edhe likeret të cilat janë specialitetet mamit. Gjithë stubla prodhohet rakia. Babe ba gjysh, si thonë. Unë e kom po punë të ndryshme. 20 vjeqare kom pasu në shkollën, e kom provu ato këto, po gjithmonë kom andru qysh me gjithë një punë bashkë afer shpijës. To e di që s'kam shkollë se në shka muj me bëhone, kështu që Zoti ma ka ditë mendje, si thonë, ma ka shëndrit e to, dhe që kina ardhë me këtë. Me zi shumë rasisht, po shumë e mirë për familjen tene. Si thonë, unë kom taksiste bojke, si thonë, herat. 2013 ja kina fillu, me pjek, me bo rakin, ma mërë parën kjo e bon ma mirë rakin. Ma mjeshtër në kjo se une. Bobi ka qenë taksist ma herët, e ka punu disa lloj punëve, për shkak se u dosht me mbojt familjen, ne jemi një familje shumë e madhe, por që tash kemi mbet shumë pak, sepse krejt I kemi në mërgat. Puna e prodhimit të rakis edhe të kazanit ka qenë një grant për një organizate jo qeveritare. Prindtë e mi në vitin 2012 kanë shku në Tirol dhe e kanë marrë zanatin për me pjek raki, ku ka pas edhe konkurrent tjerë, prindtë e mi kanë dalë të partë në atë punë. Pastaj në vitin 2013 kemi vazhdu profesionalisht me punën e prodhimit rakis, po na e kemi edhe tradit krejt stubla, për sidomos edhe të partet tonë, të cilët e kanë kultivu rakin vazhdimisht, por jo për me bo biznes, po për veti, kështu e kanë pi për veti, e kanë bo për veti. E kemi zgjedh me prodhu raki jo sasit madhe, po kualitet, me aq sa mundim edhe aq sa dim. Gjithçka artizanale, gjithçka bio, janë gjitha të vrejshtave tona, por normal ndodh nga njëherë natyra dhe të befason që duhet me pa tjetër me prodhu raki. Çdo gjë më kanë autentike, do me thonë produkti është autentik I stublës dhe produkt vendor I Kosovës. Por sa I përket dardhës, mollës, kumbullës dhe kajsis, kajsia gjanarik që e kemi tradit stublës, që ma herët vetëm këtë lloj të rakis e kemi kultivu, ka qenë kajsia, cilat janë na në stubël në katën, një thojna kumla, po ato janë kumllat e egra, do me thonë bashkë të stubës. Na prodhojmë raki me burrin, me djalin, shumë jam e kënaqur me këtë punë, edhe jam e gëzueshme që ja kena rrit qëllimet, e jem të bo të mirë rakin, jam të pëlqyme shterit, si jemi të kënaqur që I morëm I paret sa kur na thojnë, rakia shumë e mirë. Aty jemi shumë të kënaqur. Dhe atje që ja kena dalë në Austri, kur na kam të rallë, me burrin, profesori ai që ka kry shkollën, do me thanë për raki, ai u mënu edhe më na animu, edhe më na spjegu mirë, edhe I ka pëlqy që na mujna me bo këtë punë. Edhe ai 10 ditë të konë këto, na ka tregu që shbohat, që shpunohet me këtë kazan, se përpara kena bo raki me ata kazanat e thjesht, ama këto se kena pas. E provova unë, të dikuja që lova, na pak sa po dim, ati sa po kemi nuhat jo konë fjalla. Edhe nazi, unë, po mirë të dikuve, kjo kur aseve që e këshu, merë pak I lati, kjo pse ma mirë se une. Jo, edhe e shia morë është... pitetin, sot asoj ditë, me firma e ketë është me mësoj, ja ku mund dorën Jo, atë. shia është që du të më mërë vesh, është rakia për më pi. Në shia du të me marrë vesh. Nëse se nin aromën e asoj pejme, do më thonë pejma, cila rakia më të u bon, për cilës pejmë, atërë s'de kur gja. Se mund me kone rakit, si cila, nëse si janin e aromën e kumlës, ose të rushit, ose të mollës, ose të dardhës që I kemë në këtë lojet, atë
kur gjë në ka. Si boj kom përnu e tani taksiste sen edhe pse ma bje zoti me bo këtë biznis vogël, se thojnë, e mja shku edhe hatërna, se thojnë, mja plëcu dëshinë edhe asoj që janë vërë lukës teme, ajo që e ka kultivu në atë kohën e mëqmen. Jo që jam i knësh, po dalë ka njerë nga bërë thomë, a është një metë, nga bërë temë në shpiteme, qumë herët, këthejna, këqyri qaj televizor në pi kafën, qaj një gotë raki. Nuk e kom prit, se kom bo men që ndodhë kjo, po dashti zoti, ke një shansë. Definitivon si artë kjo puna jonë, se në sponojme raki industriale. Qdo shka bëhat bio. Këtë pastër shumë. Bili ka nërë ndodhë, pëman mund ndodhë që son bash kvalitet, ku me di sa, se ka bash atë kualitetin që hasi, mirë, për në përgjësi o bio. Për shka ta qesin, li ta qetë pëma, qetër se zdo stublas, mos thomë 100%, po përmi 70%, 80% pa pas një kazan dvogl, ata ju në konë kazan i gurit e thëshmi. Edhe gjdo kush ka prodhu, edhe sot vazhdojnë plot që prodhojnë, po në këtë mënyrë, si na kena pas tradit, e sen, po mira e tonët mirave tona është që i na shku të profi. Na pas atë fat me shku në Austri të profi, i cili ai shka na ka kalzu, shka na ka mësu, këtu ato s'banë. Prodhimi i rakis shkën, pikës pari bëhet vjelja e pemëve. Do me thonë, kryesisht me pemë të stublës. Shkën deri në 3 javë, 1 muaj, shkën fermentimi, i cili duhet më rujt me një depët që marrë në temperaturën e njëjtë edhe verës edhe dimrit, po edhe që të më kanë pak ertë, por më bën fermentimi në mënyrën sa më mirë të mundshme. Fermentohet edhe vjen koha për pjekje të rakisë. Ky kazan jonë është një teknologji e cila punon nikësisht me drum, rrymë edhe ujë, cilët nikësisht shkojnë në qarkullim. Ky kazan na mundson që prej 100 gradëve, cilin zakonisht del rakia e nxehtë për prodhohet, këto krejt e din kush ka prodhu, po ne e kemi kazanin i cili e qet me ne rakin e ftohtë. Kjo është buka për neve, do me thonë, nëpërmjet këtij biznesit na e fitojna jetesën tonë, po na jemi ma shumë të kënaqt kur kualiteti flet. Ne kemi fillu në vitin 2013, kemi fillu pej zerës, kemi qenë një familje as mesatare e kushteve financiare. Kemi raki të rushit, të mollës, të kumbullës, të kajsis dhe dardhës, të cilat i prodhojmë, por kemi edhe likeret të cilat janë specialitetet mamit, ato. I kemi likerin e ftonit, e kemi likerin e arrës, të vishnjës, të kulumëris edhe të mjaltit. Ne kemi vendos me shku për prodhem në mënyrën klasike, në mënyrën artizanale, jo moderne. Me thonë, gjithë shka shkën si pas recetës vjetër, dhe me thonë rakis taman të shpisë. Nuk kemi mundu me modernizu, nuk kemi mundu... Normal që me modernizu është mirë, por jemi mundu me majtën sa ma shumë kote vjetra edhe me ba taman rakin e shpisë që u kanë këty në herë. Ky kazan nuk nxerë sasit madhe. Do me thonë pej 200 kg kumbulla ndoshta nxerë një sasi shumë të vogël të rakisë. Por ata që nxerë kualitet. Për ata dallën ky kazan, për shkak se kazanet tona tradicionale, cilat i kemi, që i kemi pas, ata kanë prodhu shumë raki, po nuk ka qenë kualitet si që është tash. Do me thonë, vetë makineria nuk të ledhë ty me ban çka dën ti me atë produkt. Rakia ma e kërkume e jona është e kajsis edhe e kumbullës, për shkak se ana e Karadakut e ka pas tradit gjithmonë me kultivu rakin e kumbullës edhe të kajsis. Që çdo sen ka shku vit për vit, gradualisht.
para 12 vjetë e objekti nuk I ka pas të mira që I ka sot, po jemi mundu vit për vit me investu edhe me bë sa më të mirë produktin edhe normal edhe ambientin se njerëzit vinë këto edhe ne kemi edhe pjesën e tasting, do me thonë vinë bajnë, I kemi edhe të loje, jënë ka gjatë do loje të rakis. Mami e pret me meze e me rakia e ju jeni të mirë se ardhur për me na vizitu raki Stubla në Stubël të epërme. Mirë se vini në familjen Simoni, këtu ku prodhohet rakia artizanale e Stublës.